mund të paragjykojmë ose të spekulojmë, se dorën zemër që se ashtu e analizojmë që duhet të analizojmë, sepse ne të gjithë edhe ju mediat, edhe ne politikanet mundohemi të nxjerrim mes rreshtave, qoftë deklaratave, qoftë prononcimeve, deklarimeve, por një gjë e tillë ashtu shipet, ndoshta edhe më shumë shipet nga vetë deklarata ose deklarata e PDK-s nga zoti Bedri Hamza. Domethënë edhe ajo lloj prezantimi i PDK-s përmes kryetarit të tyre ishte vërtet tepër pa nevojshme, por ndoshta ata veç kanë filluar tash me kalkulimet e bashkëpunimit dhe normal ju nevojitet e dyve që ta zbusin gjuhën. Po me LDK-n ka pasur, zonja Gaxheri, ftesa ose takime i lëvizjave të vendosje, me që dhe Kurti dje tha se që nga sot është i gatshëm të nis takimet për çështjen e presidentit. Deri me tani unë spaku si anëtare e kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e kam asnjë informacion që është takuar dikush për çështjet e tilla, dhe po ne kemi një deklaratë publike me të cilën themi se nuk ka asnjë vot nga LDK-ja pa marrëveshje politike për presidentin, kuptohet, pra, e tash më herët, qeverinë dhe kuvendin tashmë ata i kanë votat e veta, ndërsa për presidentin po pretendojmë që duhet ky subjekt politik dhe ky lider siç është zoti Kurti të mësohet që vërtet të bëjë marrëveshje politike, që vërtet të respekton opozitën, institucionet e vendit, dhe prandaj kjo është deklarata e dhe ky do të jetë sipas vendimit dhe deklarimit të LDK-s, ky do të jetë vendimi jonë. Mund të ndryshojnë gjërat, por unë mund ta deklaroj sot mendimin tim, se nuk duhet bëj asnjë lloj marrëveshje asnjë lloj votimi pa një marrëveshje politike. Pra ju si LDK nuk jeni pro që vjosa